Në këtë ditë të shenjtë, dua të uroj juve dhe familjeve tuaja që Zoti t'u jap dritë e mirësi, paqe e lumturi. Sot jemi së bashku, vëllezër të të gjitha besimeve, për të dëshmuar se jemi ngushtë të lidhur njëri me tjetrin. Na lidh një gjuhë, një gjak, një flamë, si një qemer arbëror. Kjo është trashëgimia jonë që vërteton se jemi popull i lashtë, fisnik, arbëror e i lirë, por të pandashëm. Gëzuar bashkët dhe i paqim çdo herë festat bashkë. Drejtorit artistik të këtij koncerti që shënon histori. Sepse për herë të parë në këtë kishë të lashtë, në kishën e Shën Jozetit këtu në Stumbëll, organizohet një koncert i tillë klasik dedikuar bashkëve me veprat më të bukura të kompozitorëve ndërkombëtar dhe kombëtar. Pra është urimi i artistit Shkodran Tolaj, i cili është marrë me pjesën organizative, teknike, për të qenë një moment i paharruar kjo ardhje juaj sot këtu në kishë, jo si rëndom, por për të ndjekur një koncert të veçantë me artistë të shuar të gjitha tremave. Për këtë koncert duhet falenderuar nga zemra komunitarin e kishës së Shën Jozetit. Ajo është shumë modest, nuk do që të flasim për të, ndonse unë e njoha si një atletar të jashtëzakonshëm, si një publicist, si një përkthyes, si një njohës shumë të mirë të çështjeve teologjike, por mbi të gjitha si një studiues i cili është ngritur në qendra të mëdha në Zagreb dhe në Romë. Andaj, vërtet, Stumbla ka përnder edhe krenari që në këtë kishë të parin të quajmë apo udhëhecjen e lutjeve shpirtërore ta ketë pikërisht Don Fatmir Koliqin. Faleminderit. Me tekst të madhit Gjergj Fishta, me muzikë të kompozitorit Lec Kurti nga Shkodra, i cili në vitin 1913 këtë tekst të Gjergj Fishtës e bëri him. Gjergj Fishta thoshte vërtet kemi Bajram e bashkë, por shqiptarin e kemi bashkë. Dhe këtë e dëshon në tekst. Këtë bashkim shpirtëror në këtë ditë të shenjtë, me bekime për më të mirat për juve familjet tuaja, ashtu siç sakrifikoi vetveten Jezu Krishti për të falur dritën e mirësisë, për të ngadhnyer jeta mbi vdekjen, për të triumfuar jeta e bukur, këtë mesazh do ta përçoj dhe do ta përcjell përmes përshëndetjes së tij komunitari i kishës që ne ndodhemi sot këtu dhe kemi nderin që të japim një koncert, por përpara se të fillojë programi artistik, do të doja që të gjithë neve dhe juve të na përshëndes Don Fatmir Koliqin. Faleminderit Don Fatmir, Vëllezër dhe motra, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në kishën e Shën Jozetit. Është dita e pashkëve tona që ne në këtë kishë mbrëm dhe sot kemi kremtu pjesën liturgjike të lutjeve të përkushtimit ton shpirtënor ndaj Krishtit të ngjallur që është drita e botës.
ajo e cila e shëndrit errësirën dhe na mbush me dashuri dhe paqe për ta krijuar një harmoni ndërvëllazërore, jo vetëm në vendin tonë, në mes të vëllezërve që janë shqiptare, por në mes të gjithë atyre që e bashkëndajnë këtë tokë dhe këtë vend tonë në Kosovën. Më lejoni që në fillim para se të them disa fjalë në lidhje me këtë event të bukur të kulturës dhe artit në kishën tonë, Zotri Sokol Haliti, kryetar i komunës tonë të Vitis, i cili për shkaqe të aktivitetit të tij nuk ka mund të jetë tani i pranishëm, por dëshiroj ta falenderoj për përplasjen e madhe që e ka dhënë për realizimin e këtij koncerti. Zotri Valmir Zahiti, drejtor për kulturë, rini dhe sport në komunën e Vitis, faleminderit për pranitën dhe Zotri Zahiti. Dënlushin, dënlushezin me shtarin tonë, Dën Mikel Sopi, famulitarin e Ferizajt, bi i këtij rajoni, kryetarin e fshatit tonë, Zotri Marian Ramaj, një bashkëpunëtor dhe aktivist për shumë vite me radhë në vendin tonë, motrat e nderit që i kemi këto, motrat bijat e dashurisë fillore dhe motrat vincenciane, të këtyre tri familjive tona, Strugla, Letnica dhe Binqa. Dëshiroj në mënyrë të veçantë të falenderoj artistët, Besiana Mehmeti, mezzosoprana që po e moderon edhe këtë koncert, Shkodranin, artistin tonë, drejtorin artistik, të i koncerti Nikol Kukaj, koordinatorin e koncertit, dhe këto do doja të veçoja krejt në fund mjeshtrin e madh, maestro Zhani Ciko, që sot nderë për ne ta kemi maestron i mësuar ta shohim në për koncerte të mëdha, salla koncertale në përbot. E ja, ne kemi sot në Stubull në ditën e festës së Pashkëve, që ai bashkë me ne i feston sot. Për shumët Pashkët, maestro. Artistët janë rojtarë të së bukurës në botë. Dhe Kisha Katolike, gjithmonë, që nga fillimet e saj, e ka parë që artistët jo vetëm se janë mjeshtër të diçkafe që ne e admirojmë, por janë bashkëpunëtorë të bukurës për ta shpëtuar njerëzimin nga kiqet dhe nga të këqijet e kësaj bote. Raporti mes artit dhe kishës ka një intencion të natyrshëm, pasi që edhe njëra, edhe tjetra kanë për mision të bukur, e shfaqur si një alfabet simbolesh që mundson të tregohet e të bëhet dukshme për voja e padukshme e misterit. Këtë alfabet e gjejnë nga vizatimet e afreskat e katakombeve në shekujt e parë të Krishterimit, katekizmat vizual të pikturave në bazilika e katedrale mesjetare, e deri të katedralet rokaqiense të gotikës evropiane, nga këndimi gregorian e të muzika klasike e ditëve tona, që kanë lindë dhe e kanë vendin e lindjes e tyre në koret e kishave tona. Nga arti i bukur shkrimit i moqëve të kuvendeve dhe letrat e bukura në poezie, prozë të kolegjeve dhe universiteteve, vatra këto të artit, kulturës dhe qyteturit. E deri të arti bashkohor me gjitha drejtësimet e saj. Kisha ka ushqyer artin në karakterin e saj si bien më të bukur të privilegjuar në kundin e mesazhit ungjillor për ta fisnikruar dhe lartësuar shpirtin e njerit. Ungjilli që ne kemi shpallë
sot në ditën e Pashkve, që është fjala e jetës, është bërë narracioni në akt e arti, është bërë shpallja e Ungjillit. Artistët, sipas Gjën Paulit të dytë, janë arkitekt të së bukurës. Kur ai thotë në letrën e tij dërguar artistëve, askush më mirë se ju arkitekt gjenial të së bukurës, nuk mund të parandjej diçka nga ai patkosi, me të cilin Zoti që në akt të krijimit e shikon të veprat e duarve të tij. Janë të panumërta çastet kur drithërima e atij emocioni është shprehur në shikime me të cilat ju, sikundër edhe artistët e të gjitha kohëve, jeni mbush me admirim për shkak të forcës së mishteshme të tingujve dhe të fjalëve, të ngjyrave dhe të trajtave, duke u mahnitur e duke medituar për veprën e frymëzimit tuaj të brendshëm. Duke ndjerë se andeni jehonën e fshehësisë së krijimit në të cilën Zoti, i vetmi krijuesi të gjitha gjërave, dëshironte që në një mënyrë të ketë shoqërinë e tij. Miq dhe dashamirë, e bukuria si akt e si stil i ekzistencës në përmasën më të lartë të saj, nuk është vetëm një tutje, nuk është vetëm një shprehje, nuk është vetëm një harmoni e jashtme, por ajo është mbi të gjitha një gjithësi e përbrendshme, një përvojë e shpirtit që e mbron gjendjen e vlerat e saj humane hyjnore, është një çështje e intensitetit të së shenjës, që lind vetëm nga një thellësi e vërtet estetike, në të cilën hiri dhe e bukura, morali, etika, mbeten gjithmonë të pandashëm, por lidhja të cilit të paktën në këtë botë shfatet çdo herë misterioze dhe e parritshme deri në fund. Është ajo e bukura që e ka thënë Dostojevski, e cila do ta shpëtoj botën, pra e bukura e mirë që ka fuqinë e shpëtimit. Kjo botë në të cilën jetojmë ka nevojë për të bukurën, për të mos rënë humnele në të shprimit. E bukura, ashtu si e vërteta, është ajo që sjell gëzim në zemrat e njerëzve. Është ai fryt i çmueshëm që i reziston tjetërsimit të kohës. Të dashur vëllezër dhe motra, pikërisht për këtë të bukur, për këtë shprehje të mistershme që e mbartin në zemrat tona, kur ne festojmë Pashkët, kur ne festojmë Krishtlindjen, kur ne festojmë festa të ndryshme tjera, kombëtare dhe fetare, e shprehin atë bukurinë e shpirtit, atë bukurinë të cilën ne e bartim dhe përmes tingujve dhe muzikës e shprehin më të lartën vlerë që e bartim në zemër të njeriut. Prandaj dëshiroj që këto Pashkë ta kenë edhe këtë divizion të kulturës dhe të bukurës, edhe mbi të gjitha ta kenë një mesazh i cili e bart emnimi i tij të cilët të festojmë së bashku. Ashtu siç e tha edhe moderatorja, që i madhi Gjergjishta na thotë që kemi diçka të përbashkët, që nuk duhet ta humbim kurrë, e që rilinda si thanë e kanë pasur si model për ta mbrojtur dhe për ta ruajtur qendrën tonë shqiptare, që është shqiptaria, është ai gjaku identitar që është arbëror, edhe që nuk shuhet kurrë, por mbrumet, festohet dhe rritet me kulturën e shpirtit tonë të veçantë. Urime e faleminderit për tani. Gjithmonë në momente të tilla të bashka që e rrisin çdo shqiptar në vlerat më të bukura artistike dhe shpirtërore. Faleminderit. Ju më kot edhe kam thënë në prezantimin tim që John Fatmir Kuliçi reflekton kulturë, dije, vizion, por mbi të gjitha një dashuri të madhe për Kongën. Në fjalimin e tij tha arti është e bukura,
Në fakt, shqiptarët i kanë djegur historikisht, i kanë shkatruar çdo gjë. Nuk kemi qenë në gjendje që të arkivojmë shumë të dhëna historike të rëndësishme, por pavarësisht gjithë shkatrimeve që na kanë ndodhur historikisht, këngën e kemi partur vres pas vresi me vete. Atë nuk na kanë marrë dot, atë nuk e kanë mbytur dot. Dhe ajo këngë, dhe kjo këngë e sotme, na bashkon si shqiptar nga jugu në veri. Sepse muzika jonë është e bukur, ashtu si thot në himnin e vet që është Bishta, vini tost e vini jetë, si rufe që shkon të tjerë. Shprehje të bukura që edhe sot janë aktuale, por ne jemi në Stubull. Stubullën disa e kemi vizituar, disa kemi patur rast në rrallë vizitojmë këtu në këtë shtëpi të shejtë, shoh miq të ardhur nga Shkupi, nga Prishtina, nga Bivagjini, nga vizit të ndryshme, që natyrisht një pjesë e tyre pasi janë për herë të parë në Stubull, edhe unë kam shpjetuar për të u afruar që në momentin që të vendosur që të bëjmë këtë koncert në Stubullën, ta ndjej këtë vend. Përveç që vendit i jashtëzakonshëm, asaj pamje piktoreske, përveç asaj që Stubulla na paraqet një qytet me gjithë zhvillimet e mundshme dhe me gjithë infrastrukturën që i duhet një qytete, Stubulla që në vitin 1445 përmendet si emër në dokumente shumë të rëndësishme të gjetura në arkiva pas kërkimit të studiuesve dhe rezulton që në vitin 1586 të ketë shkollën e parë teologjike, fetare. Më pas është momenti shumë i rëndësishëm i vitit 1886 kur Don Mikeli i Madh hap shkollën e parë në Stubull, një moment historik, shkollë e cila njihet oficialisht në vitin 1915. Jo rastësisht nga vitin 1990, tradicionalisht, të gjithë ne i dimë dhe kemi dëgjuar apo i kemi përcjellur takimet e famshme të Don Mikelit, ku mblidhet të gjithë shqiptaria dhe ku përveç shkencës reflektohet edhe arti përmes poezisë, këngës dhe vallëve të bukura shqipe. Pra, Stubulla përfaqëson shumë çka për shqiptarët, andaj edhe kam nderin dhe kënaqësinë ta ftoj të parin e Stubullës, zotin Marian Raman. Të nderuar të pranishëm, të dashur miq, artist dashamirë të muzikës. Mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të veçantë, ku muzika klasike ngjallet në zemrat tona, për të kremtuar një nga festat më të shenjta dhe më të ndritshme të besimit tonë Pashkët. Pashkët janë kohë reflektimit, rilindjeje dhe shpresë. Ato na kujtojnë se drita gjithmonë nga vjen vlerësire, edhe se dashuria, sakrifica dhe falja janë forca që ndërtojnë botën më të mirë. Në këtë frymë, edhe muzika merr një kuptim më të thellë. Ajo na fton të ndalemi për një çast të dëgjojmë jo vetëm me vesh, por edhe me zemër. Sante nëpërmjet tingujve të muzikës klasike, të përzgjedhur me kujdes dhe interpretuar me përkushtim, do të udhtojmë së bashku në një botë shpirtërore, ku fjala bëhet melodi dhe melodia bëhet lutje. Faleminderit të gjithë artistëve që sonte na dhurojnë këtë përjetim dhe faleminderit të gjithë ju që jeni pjesë e kësaj mbrëmje të shenjtë. Qoftë ky koncert një urë që lidh zemrat tona me paqe, shpresën dhe dashurinë që Pashkët sjellin. Gëzuar e përshëmët Pashkët dhe le të fillojë koncerti. Falenderoj zotin Rama, edhe
koncerti do të filloj për shumë pak një minutë, sa të falenderojmë ata për cilët nuk do t'ishte i mundur ky koncert. Arti është i bukur, por arti do institucione që përkujdesen për të. Andaj e falenderoj nga zemra, fillimisht kryetarin e Komunës së Lindjes, të cilit sapo i kemi trokitur për të kërkuar mbështetje në të gjitha pikat që kishin të nevojshme, është përgjigjur me shumë zemërgjësi, duke treguar një kujdes të veçantë ndaj njerëzve bujar të Stullës. Falenderoj Zotin Sokol Haliti, i cili ndonëse nuk është prezent për arsye objektive, ka bërë më të mirën që ne këtë koncert ta bëjmë në formën më profesionale që i ka hije kishës Shënjezit. Më pas, do të falenderoj Misionin Katolik Shqiptar në Lucern, respektivisht një intelektual par excellence të cilit ja ka lakmi gjithë botës shqiptare, e besa edhe ndërkombëtare, Don Anton Uka. Misioni Katolik Shqiptar në Sirna me Don Marian Lorenzi. Shoqatën Stulla në Zvicër, Nikol Jakovin, Sebastian Policin, Fran Ramaj, Nikol Gjergjin, Nikson Ramaj, Mat Ramaj, Robert Ukaj, Mikel Gjergjin, Marianin Robertin dhe Anton Pera Policin, Emanuel Jozes Isak Shabanin, Viktor Ramaj dhe Vlezri Demaj, të cilët sot përkujdesen për të patur një foni sa më të mirë deri tek spektatorët. Para me kam një figurë të madhe që nuk mundem pa e përshëndetur, është simboli i, do thoja, Kosovës në aspektin e lobimit të madh që ka bërë në shpërformimin e Kosovës, por dhe biografi dinitos i nanës Teres. Vikar generali i Televisë Kosovës, jashtëzakonshme që s'ka nevojë për prezantim, Don Dush Gjergji. Pjesë e evenimenteve, si pjesë e kulturës, duke treguar një përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj artit dhe së bukurës të vetë zyrtarët e Komunës së Lindjes. Dhe tani është koha që të hapim koncertin. Kemi të ftuar një emër të madh. Në skenën e teatrit operës dhe baletit, ajo ka luajtur 30 role kryesore, primadona e operës dhe baletit të Shqipërisë. Në biografinë e saj ka vetëm suksese. Një njeri i jashtëzakonshëm të gjitha, sepse të jesh artist mund të jesh, por duhet të ruajmë njerëzinë brenda vetes. Dhe ajo e ka ruajtur si askush tjetër. Këtë reflekton edhe në interpretimet e saj. Është mjeshtër e madhe, Mariana Leka, e cila do të interpretojë Ave Maria nga Franz Schubert, e shkruar në vitin 1825, një vepër që i dedikohet nënës së Jezu Krishtit. Dhe më pas do të interpretoj Panis Angelicus, vepër që i dedikohet engjëjve të Thirit të Zotit. Të dy vepra shpirtërore, të dy vepra të cilat na lidhin me Zotin në këtë festë të madhe të Pashkëve. Në skenë Mariana Leka e shoqëruar nga profesoresha e shuar, pianistja e njohur, e cila ka performuar në orkestrat më të njohura kombëtare, ndërkombëtare, profesoresha e Universitetit të Arteve të Tiranës, që na ka nderuar në këtë koncert, zonja Rudina Ciko. Në skenë Mariana Leka dhe Rudina Ciko.
Derisa profesoresha Mariana Leta, sopranoja Mishre e Madhe është në skenë, natyrisht ne do të interpretojmë së bashku diçka nga repertori i famshëm botror. Është pikërisht Giovanni Battista Pergolesi, që ka jetuar vetëm 26 vjet, nga viti 1710 deri në 1736, dhe një vit përpara vdekjes së tij, në vitin 1735, ai ka shkruar veprën e famshme shpirtërore Stabat Mater. Nga kjo vepër ne kemi shkëputur një duet Dolorosa, që është një moment kur të tjerët thonë nën e kuptojnë ruajtjen tënde, nën e kuptojnë sakrificën tënde, nën e kuptojnë edhe vajin tënd, nënës së përvuajtur, nënës që shikon të birin e varur në kryq. Pikërisht është momenti i vetëlimit të Jezu Krishtit dhe këtë atmosferë do ta sillim së bashku me profesoreshën Mariana dhe profesoreshën Rudin.
Përsërisht Marian, do ta kemi sërish me një pikë tjetër në skenë. Por, përpara se të interpretoja pjesë, unë do t'i them të qëndroj në skenë sepse është një moment shumë i veçantë. Siç po shihni, në këtë koncert jemi mbi 20 artiste. 25. Kori Besa nga Gjakova, që janë është bukur sepse goja shqiptare ka pasur shumë të vështirë ecën me civilizmin e saj. Dhe sot këto zonja i kemi në një kohë të bashkëmbulluar, të udhëhequra nga dirigentja Kredina Kryesiu, një muziciente dhe profesoreshme, një njohur kolege dhe shoqe ime dikur e klasës që sot jemi në një skenë. Është përse Ludi. Përse femrat? Sepse ata që janë në shërbimet fetare e dinë që deri në shekulin e 19 nga shekulli 17 në kultin fetar, respektivisht në kisha, aty edhe ku ka filluar muzika klasike, profesionale, emrat e notave nga Ungjilli Shënxhonit, nga Papa Gregori, Korali Gregorian, apo nga Guido D'Areco, zhvillimet shkrimit të notave në umeve të para, por ishte ndaluar paraqitja e femrës në jetën publike. Prandaj u paraqiten edhe këngëtarët kastrat. Por sot, ky realitet ka ndruar. Sot, në këtë kishë të bukur të jashtëzakonshme të Shënjëzetit, kemi kaq shumë zonja. Dhe këto zonja gjithmonë gjejnë motiv, gjejnë shpresë, gjejnë forcë, gjejnë dije, gjejnë dashni, gjejnë mirësi, duke parë gruan e përkushtuar, apo motrat e nderit. Do doja që i përshëndes të gjitha, posaçërisht motrat vincenciane dhe motrat e dashurisë hyjnore. Dhe duke i falenderuar, duke u përpulur për sakrificën sublime që ato e bëjnë në përkushtim të njerëzimit, dhe në refleksion që njeriu duhet të mbetet njeri, i lidhur fort me këmbë në tokë dhe me lidhje lartë me Zotin. Do të ftoj dy vajza të vogla, të cilat janë veshur bukur me të bardha, siç është vetë festa e Pashkëve, për t'i dhënë një buqet me lule, motrës e cila diku mbi 6 dekada shërben në Binç, dhe dikur ka ardhur nga Kroacia për të shërbyer në Binç. Sot do ta ftojmë motra Jellën. Motra Jella nuk e di sa vjet i ka, por e di që i ka në vite 10. Me këtë forcë 85, me këtë forcë dhe energji, na bën që ne mos me u dorëzu kurrë motra Jellë. Faleminderit shumë për të gjitha vitet e shërbimit sublim dhe për dashninë që na e ke falur dhe vazhdon të na falësh. Të pashim dhe pak shëndet e qofsh çdo herë model për të reja në shërbimin e Nga repertori ndërkombëtar do të kaloj tek repertori ynë i jashtëzakonshëm shqiptar. Shqiptarët kanë pasuri të madhe sepse kanë muzikën e bukur. Dhe me këtë muzikë kemi arritur që të identifikohemi në botë. Kjo muzikë na ka mbajtur heronj tangja, por kjo muzikë na ka bërë që të jetojmë edhe larg familjeve. Kam përshtypjen që në këtë tempull të shenjtë sot kemi shumë vëllezër e motra të ardhur përpashk nga Mëdini, që janë zemra dhe shpirti jonë diaspora, kush më bukur se sa ata i kanë dedikuar këngë nënës, motrës, bashortes, duke mbetur gruaja shqiptare kështu një simbol i
papërsëritshëm botë. Nanë e cila edhe kur ka humbur bashkëshortin në luftë, ka qëndruar besnike dhe i ka rritur fëmijën. Motër e cila ka dalë dhe ka luftuar krah për krah vëllaut. Grua e cila ruan pragun e shtëpisë deri besniknin e traditën. Kësaj vajze shqiptare dhe gruas një jashtëzakonshme i kanë shkruar kompozitorët tanë, si Rashid Krasniqi. Këngën O Vendi im do ta interpreton për motra Jellën, për të gjitha motrat beqësiane, për motrat e dashurisë hyjnore dhe për të gjitha nanat tona, vajzat tona, O Vendi im. Për Shpresha Marian dhe Rudin Nësje.
Letnica, Bilqa dhe Skuplan njihen si vende që kanë duruar pafundësisht dashuri. Misioni ka nisur nga këtu dhe ka përfunduar në simbole botërore. Pikërisht nga kisha Letnicës e Marja Nan Terez, në origjinë nga Shkupi, pa dashur të ndajmë shqiptarinë në kufi, sepse Shkupi ka qenë kryeqendër e vilajetit të Kosovës, vjen jo rastësisht e impresionuar nga kisha Letnicës për të shërbyer në Letnicë dhe këtu e merr bekimin për të nisur në Kalkut. Kjo këngë është komponuar nga kompozitori i njohur shkupian Lorenzo Antoni, krijues i Shkollës së Parë të Muzikës në Prizren në vitin 1948, pa lam të mirë, por jashtë programit ishte për ta nderuar edhe Don Luzhergjin, që e di se ka shumë për zemër. Nën Tereza simboli paqes, simboli mirësisë, simboli shqiptarëve në botë. Nën Tereza, nana e gjithë shqiptarisë, por jo vetëm, nëna e botës. Në kujtim të figurës së saj dhe në dedikim të përgjithshëm për të, unë do të sjell një arje që ka komponuar Gjan Levelekaj, nënës së mire, dedikuar të madhës Nan Terez. Festa të kemi bashkë. Një figurë emblematike, historike, e papërsëritshme, krye legjendari jonë, Gjergj Kasioti Skënderbeu, heroi i komunit, i shpallur në vitin 1965,
Rusi ti është në shumë qytete tona, shumë institucione kanë emrin e tij, veçet simboli shqiptarëve, por një diçka jashtëzakonisht e bukur që unë lexova ishte fakti që kishte lidhur, realisht kishte marrë fillimisht besimin ortodoks. Më pas gjatë shërbimit të tij në Perandorinë Osmane përshafon besimin musliman. Dhe kthehet në besimin katolik. Një personalitet i rrallë për cilin besimi fetar ishte i parëndësishëm përballë asaj që ai bënte për kombin. Pra një personalitet që përshafoi një qëndrueshmëri të besimeve të ndryshme gjatë jetës së tij, por mbetej kryeheroi në kombëtar. Kësaj figure emblematike i ka shkruar shumë, por sot duam të sjellim diçka të veçantë. Është një vepër premier e shkruar nga kompozitori juaj, nga kompozitori i cili ka shkruar shumë vepra të mëdha, ka shkruar vepra për Adem Sharin, ka shkruar këngë të bukura, vepra vokale simfonike, por ka shkruar dhe veprën dedikuar gjeshtas së Skënderbeut Enkas për këtë ditë të sotme dhe për festën e Pashkëve. Dhe unë do doja që kompozitori nga Pozorani Lutis, që është jashtëzakonisht shumë i lidhur me studion, ta përshëndes dhe ta falenderoj zotin Sami Piraj. Oh
Faleminderit njështrit, sa më miraj. Tani është momenti që të zënë vendin dhe skenën Kori Besa. Do të sjellin një këngë të bukur, pranvera fillojnar, ashtu siç lidhen edhe festa e Pashkove me pranverën dhe marrjen e pranverës, Prek Jakova i Hamshëm e ka shkruar pranvera fillojnar. Njeriu që ka shkruar dhe operën e parë shqiptare në Rikën vitin 1958. Ndërkaq që kënga e dytë është Qila zemrën plot pitime. Secili ta hapim zemrën sot dhe të falim shumë dashuri. Ndërkaq që pika e tretë është Shkoj e vit lutrim si zogu e kompozitorit kosovar Ari Beqiri. Skena për Korin Besa dhe dirigjenten Klodina Kreziu. Aleluia,
Falenderojmë korin Besa nga Gjakova dhe sërish vazhdojmë të qëndrojmë në Gjakov në një kompozim të një kompozitorit ma nga Gjakova, i cili ndonë se jetën e ka bërë në Shqipëri, kam vetur përjetësisht i lidhur me Kosovën dhe Gjakovën, votës i ka falur një emër të madh si Bamula, ndërkaq që neve na ka falur muzikën e bukur dhe të jashtëzakonshme shqiptare. Është një kompozim i vitit 1964, festivali i 4 i Radio Televizionit Shqiptar, Vajsi i Lumturisë, dikur interpretuar nga Marja Baçezela, dhe kaq sot do ta sjellim për të reflektuar dashuri, paqe, mirësi, gëzim, hare, pranverë në zemrat tona, bashkë me profesoreshën Mariana, me cilën kam privilegjin të ndaj skenën, me profesoreshën Rudina, gjithashtu, edhe me korin Besa. Valsi i Lumturisë, t'i gëzohemi jetës dhe pranverës.
sjell bukur me këto duartokitje të jashtëzakonshme, unë do doja, ndonse Don Partneri e përshëndetje. Do doja të them 2 fjali për personalitetin që kam përballë. Kur shkuam në Tiranë të studiojmë, unë dhe shumë të tjerë, kishim dilemat tona se si do të na presin. Jo vetëm që u pritëm mirë nga profesorët e Akademisë së Arteve, të cilët na dhanë gjithçka, dhe u përpulemi edhe sot, por maestro Gianni Cico, si direktor i Teatrit të Operës së Baletit në Shqipëri, hapi dyer për mua si soliste vetëm 21 vjeçare, e ndes kisha diplomuar për bërë operën e parë Roma në dirigjimin e tij. Dhe kështu veproj me shumë të rinë të reja, por posaçërisht nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, sepse maestro Cico e dinte se institucionet tona nuk i kemi dhe ne kemi nevojë për dorën mbështetëse dhe për shqipnin tonë janë. Maestro Cico, pa dashur ta personalizoj, më kujtohen shumë mirë. Bisedat e vështira telefonike, por edhe bisedat ditore me babain tim, gazetarin e ndjer tashmë 7 vite gjysmë, Qenë Mehmetim, gazetari i Radio Televizionit Kosovës, i lindjes botës së re, njeri i cili mbi të gjitha ka patur për qëllim në punën e tij të bëj propagandën mediale për pavarësinë e Kosovës dhe për avancimin e statusit të shqiptarëve. Dhe maestro Cico i thoshte, të lutem, Çani, të bëjmë të mundur që me anije, me gomone, të dinë këngëtarët nga Kosova të marrin pjesë në festivalin e Radio Televizionit Shqiptar. Mesin atyre këngëtarëve dhe kompozitorëve ka qenë edhe zoti Sami Piraj që ka bërë atë rukëtim me anije. Pra, u thyen kufit përmes Gianni Cicos dhe festivalit mbarkëngëtar të këngës. Gianni Cico jo rastësisht në Shqipëri, sepse solokëngëtari i parë i diplomuar në konservatoriumin Giuseppe Verdi në Milano ka qenë pikërisht babai i Gianni Cicos, Mikhail Cico, dhe magjistri i parë i muzikës. Pra, familja Cico, maestro Cico, bashkë me profesoreshën Rutina, jo vetëm që kanë bërë shumë për shqiptarët, për Kosovën, por me shumë dashuri vinë në çdo eveniment, në çdo aktivitet, pa thënë kur jo. Prandaj, në emër tuaj, dua që ta falenderoj nga zemra. Maestro, të paqen me shëndet dhe shumë vite franesh. Faleminderit që ju dhe të Don Partneri më tha, maestro Gianni ardhur për herë të parë në Stubbël, në kishën e Shënizetit, pasi në Stubbël kishin më parë dhe për ta vizituar, dhe kam një dhuratë speciale për të, që ta kujtoj këtë koncert dhe këtë festë të Pashkëve. Andaj do ta ftoj Don Partnerin që dhe juve maestro natyrisht për të pranuar këtë dhuratë në mesin e këtij auditoriumi të mrekullueshëm. Dhe përfit e modesti gjatë këtyre orëve që e ke tregu në kishën tonë dhe për gjithë neve. Atëherë, përveç me harru Stubbëlën, por edhe me kujtu festën e Pashkëve, edhe kulturë në botën shqiptare, por edhe ashtore ortodokse, të cilës edhe i përket dhe bashkarisht i festojmë këto. Atëherë, një dhuratë modeste, por e dashur për neve. Në një simboli, njëra për Stubbëlën, një monografi e Stubbëlës të cilën e kemi, ku janë gjitha të vënat e përmbledhura në mbi këtë fshat, në mbi këtë lokalitet, të bukur dhe shumë të rëndësishëm për trevat tona dhe historik e kombëtar, kulturor e shpirtëror. Dhe një vend të Papa Klementit të bëj. Papa Shqiptarë.
kam Don Fatmirin edhe Maestro Zhanin, që ka privilegjin e qenë në mes të dy personaliteteve të tilla, që reflektojnë kulturore dhe profesionale. Kolegja jonë, Klodina Kreziu, ka bashkë me Korin Besa, kanë punuar diçka shumë specifike dhe të veçantë që duan t'ia adhurojnë edhe Don Fatmirit edhe Maestro Cikos, figurën e punuar të Nën Terezës. Klodin, këllutem. Ne unë të kemi duar pasër që e së shtesë, mirë po kërë shumë që tona, kemi është punim druri i Nënës Terezë, të cilin e mëtimin dhe të Korit dhe të adhurojnë dhe të profesor Zhani Cikos. Libri dhe vera shkojnë bashkë. Si mund të shtuaj mas libra, pa inspiru pak me një verë të shëndetshme, popës. Librat e shenjtë. Librat e shenjtë të barë në publikut në përrushme, se festet në përrushme, që kur festohet në Kosovë, ka një vlerë dhe më të madhe, mase se në shumë vende tjera, mase dhe se në Tiranë, sepse Kosova është zemra jonë e cila ka rilindur pikërisht ashtu siç ka rilindur njëzur në festën e madhe të Paqeve. Faleminderit shumë, faleminderit. Derisa Maestro Shastin, natyrisht ka një të tillë për profesorin Marian, që do ta merr pasaj, një për punën e jashtëzakonshme të drejtorit artistik Shkurman Tolaj, një për kryetarin e komunës, zotin Sokot Haliti, që do t'ja përcjellin edhe natyrisht për Nikol Ukaj, që ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Ndërkohë që do doja të them se janë mediat ato që përshojnë më tej për te kësaj sale këtë koncert të bukur, dua të falenderoj Televizionin Plus, Televizionin Argëria dhe natyrisht për kujdesin ndaj paraqitjes sonë Studio Fjollën, që është përkujdesur sot me shumë dashni për solistet që jo po i shihni të kuruara siç e do një festë e tillë. Maestro nuk do të lënë të ikësh. Kemi përgatitur diçka speciale me Maestro Cikon. Maestro natyrisht nuk heziton asnjëherë që të jep kontributin e tij artistik, ne duke patur këtu deshëm që të sjellim një mesazh të fuqishëm. Beethoveni i madh, për cilin ka shkruar edhe Vansilja Noli, Beethoveni dhe Revolucioni Borgjës francez, shkroi Simfoninë e 9 në vitin 1824. Dhe në vitin 1972, pjesë nga Simfonia e 9, Oda e Gëzimit, u bë himn i Evropës. Pra, qëllimi i artistëve është të shohin një botë pa kufi, një botë unifikuar, pa dallim race, feje, gjuhe e kështu me radhë. Këtë mesazh të Evropës së Bashkuar, të Evropës pa kufi, që e duam edhe ne shqiptarët edhe Ballkanit, do ta përshojmë përmes himnit të Evropës që Maestro Ciko do të na dirigjojë për nga shkuar profesoresha Marian dhe kori do ta interpretojë shoqëruar nga pianistja e Korit Besa. Be
Në këtë atmosferë, me këto duart përkitje, ju falenderojmë të gjithëve që ishit pjesë e këtij koncerti solem të parit me të rastin e pashkëve. Derisa do të bëjmë fotografi, do ta interpretojmë natyrisht pa piano, bashkë me ju, por vetëm refrenin e valsit të lumturisë. Vajzat do t'i lëm në skenë bukuroshe që i kanë dhënë sharm dhe pasqyrojnë të ardhmen e tyre. Motoja e këtij koncertit, festat i kemi bashkë. Kështu si që jemi, do të festojmë së bashku, sepse motrat e Studllës, grupi grave të Studllës, motrat tona, natyrisht, janë përkujdesur për koktejl për të gjithë të pranishmit, për të gjithë ju që sonte nuk ishit spektator, sot ju ishit pjesë e koncertit, sepse së bashku përjetuam dashninë e madhe, paqen, mirësinë e dritën që e fal festa e pashkëve. Gëzuar pashkët, paqi, bekime ju dhe familjet tuaja. U takofshim në kishën e Shën Jozefit për herë në festat e pashkëve dhe në festa të tjera të rëndësishme që përqojnë jo vetëm mesazhin e dashnisë familjare, por edhe dashninë e madhe për Apeun dhe për këtë tokë tonë të bekuar. Të bekuar qofshit të gjithë. Atëherë besion në përzinë e parë. Do në rëzjerë në skenë për e thonë milionë, unë nuk i një me klubi. A mund të flasë që gjushit për vendnamët të rete? Jo, vendnamët të rete ka një porosi janë zakonshme të përshëshme për këtë të rrethanë. Me një rast, në Balkani, dy gjëra në jetë s'kanë nevojë për shpjegim, dhe është muzika dhe dashuria. Prandaj, Dërsa krejtë porosia e jetës e landës së rete mund të përfshihet në 3 pikë. Pa dashuri të mirë, jeta s'ka përfshirë. Vetëm dashuria do ta shpëtojë botën dhe veprat e dashurisë janë vepra të bashkë. Gëzime dhe festime të përbashkëta.